drejtimit nga Këshilli për mandatet të kërkesës për autorizimin drejtuar kuvendit, se ka qenë një proces, do ta quaja unë, shumë i mirë, ku jo pa arsye, po me arsye të plota dhe të qëndësishme, kuvendi i Shqipërisë në drejtimin e kryetarit kuvendit Këshilli në rastin fjalë ka marrë kohën e nevojshme sa kohë që në këtë proces u përfshi edhe gjykata kushtetuese, madje gjatë diskutimeve sot ka dalë pa dhe fakti që vetë gjykata e apelit pranë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka pati pezulluar shqyrtimin e pezullimit për shkak se po shprehej gjykata kushtetuese. Diskutimi sotëm përgjatë shqyrtimit, pyetjet e të gjithë deputetëve antar të Këshillit ndaj të dyja palëve të përfaqësuara, edhe ndaj prokurisë posaçme, edhe ndaj avokatit të nderuar të përfshirë në këtë proces, zotit Kalia, mendoj që kanë bërë ose kanë hedhur dritë mbi shumë çështje që lidhen pikës pari me elementin thelbësor të Kushtetutës Republikës së Shqipërisë, prezumimit të pafajësisë, sipas Ligjit 30, në Republikën e Shqipërisë askush nuk është i fajshëm sa kohë që nuk ka një vendim të formës prerë gjykatës, mbi vendimet e Gjykatës Europiane të Drejtat Njeriut, edhe në rastet ku janë përfshirë qytetarë shqiptarë, për numrin e lartë të qytetarëve që vuajnë para burgim pa një vendim përfundimtar gjykate. Megjithatë, në përfundim të këtij procesi, duke qenë se pala tjetër nuk ishte nevojë fare për shqyrtim, sepse kishin marrë vendimin përpara se të bëhej shqyrtimi, dhe duke qartë madje edhe në komunikimet me ju, SMS-ja e vendimit të 5 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ju erdhi përpara se të mbahej qëndrimi. Ndërkohë që në rastin ton, në emër të 5 deputetëve prezent të Partisë Socialiste, unë kam informuar Këshillin e Mandateve se sa i përket propozimit të grupit parlamentar Partisë Demokratike për dhënien më njëhershëm të autorizimit, ne nuk ishim dakord me atë mënyrë se si ka ardhur, si është propozuar. Do të kemi një diskutim dhe e para një informim nga ana ime dhe antarëve të tjerë të Këshillit Mandati në një nga mbledhjet më të para të grupit parlamentar, ndoshta e para e mbledhjet grupit parlamentar,